Edhe pse mund të stabilizuar disi, por i Gjokanës në Gjirokastër paraqet rrezikshmëri për shumë familje të vendosura te ikshmanet e të qesë Zallit, lagje kjo krijuar pas viteve 90. Por i Gjokanës në këtë zonë përkryen në mënyrë të pandërprer pjesën e zhavorit duke rrezikuar banesat e ngritura në këtë zonë. Mungesa e pritave, një prit e cilave është ngritur para viteve 90, ka bërë që zhavori të përhapet nga do, duke zhavorizuar një pjesë të tokës si dhe duke bllokuar urën pranë varrezave të vjetra të qytetit. Qarkullimi ka qenë i vështirë dhe me ndërprerje për gjatë gjithë këtyre ditëve të vështira. Ende qarkullimi në këtë zonë komandohet përmes policisë rrugore, ndërkohë që ndërmarrja e rrugëve po ndërhyn për pastrimin e prurjeve të shumta të inertëve. Banorët e lagjes së kësaj pjese të qytetit shprehen të shqetësuar për mungesën e investimeve në këtë zonë, ose thënë më ndryshe, investimeve të gabuara të bëra disa kohë më parë. Dhe nuk ka vënë njeriu në zjarr, si thon fjalë popullore, dhe jemi shumë në rrezik. Se është me keq është kjo rëkeja këtej se ky i madhi. Se ky pak të mikën poshtë, po ai herdi na mblodhi. Jemi shumë në... Ja, shtëpia më është bërë si që shini, merdi ujtë në avli. është një shej do përmytet. Ku të të jemi djarë të sëmur 20 vjetë poshtë asë brëne. Asë një. Mua dhe para 4-5-6 vjetë date, me jeti potim 2 milione gjysëm lekë këtu erdi flamur je pa, do të bëj asë erdi më të bëne asiq. Ja potim në gjepi 2 milione gjysëm lekë. Dhe jemi, s'kemi buktan, jo të bëjmë investim këtu, s'kemi buktan, jo të bëjmë investimi. E gjithë lagja është në rrezik, duhet bërë pritat, duhet bërë kanali, po është e mundër në që se në ndihmon qeveria. Tani na s'kemi ku të vemi. Ku mund të ankohemi më? Rreshjet e shumë ja rreziku është e proj. Te proj që vjen nga Gjokana. Problemi është se ka shumë prurje. Investim nuk është bërë. Nga prita që ka qenë prita që na kohë socializmit, që është pritje madhe, e deri poshtë, edhe janë lëvizur ato, në skrepa me gjëra të ndryshme ka lëvizur dhe nuk ka vënë njeri dorë, kupton ka lëvizur dhe proj është, pasaj ka bërë gryje të mëdha, dhe ardhur e gjithë masa, e gjithë zhavoret, po vinë dhe do mbulojnë varrezat. E kupton, dhe atje çdo ditë, në kohën që bie shira të mëdha, si që pa dhe vetë tani këto 3-4 ditë, do të gjithë ajo masë e madhe ujë dhe zhavori pengon gjithë qarkullimi se ajo është rruga nacionale, rruga kryesore. Ura bllokohet. Më kupton? Plus asaj, ja ka hipur këto vendet tona rrezikojnë shumë. Shtëpia rrezikohet këtu, që kemi dhe të punishën e qumshit. Rrezikojnë shumë, e ata gjithon të andej, shiko se çka ka bërë. Urdhro. Se çfarë ka bërë atje, e gjithë me mira me tërkup zhavor ka ardhur aty. Nëse do të ishte një investim edhe simbolik, sikur të ishte me 2-3 prita, do bëj një gjë jashtëzakonisht e mirë. Në Gjirokastër nga rreshtit e shumta u përmbyt një sipërfaqe prej 5.000 hektar tokë, ndërkohë që aktualisht janë të përmbytura vetëm 1.200 hektar. Kjo përmbytje është më re në komunat e Dropullit, Antigone, Lunxhëri e Cepo. Situata më e vështirë ka qenë rreziku i çarjes së argjinaturës së lumit Drino në fshatin Vrisera, e cila rrezikonte jo vetëm shtëpitë e banimit, por dhe bizneset që kryejnë aktivitetin në këtë zonë. Ndërkohë në Gjirokastër ende ka fshatra në errësirë.